Në verën e vitit 1457, Shqipëria ishte sërish në nënkërcënimin e madh të perandorisë osmane. Pas disa fitoreve të ravdishme, shumë princër shqiptar ishin lodhur nga lufta. Disa madje kishin kaluar në anën e armikut. Por Gjergj Kastrioti Skënderbeu, përjësi i paepur i Arbërisë, nuk u dorëzua. Ai e dinte se liria nuk durohej, fitohej me gjak e me qëndres. Në ato ditë të nxehta, një ushtri e madhe osmane me mbi 80.000 ushtar u nis drejt Shqipërisë, e u dëhiqur nga komandantët më të mirë të sultanit. Ata mendonin se Skënderbeu ishte i mposhtur dhe se kjo do të ishte fitoria e tyre përfundimtare. Por në pyjet e Albulenës, pranë Krujës, Skënderbeu kishte një plan tjetër. Me vetëm 10-12.000 luftëtar ai u fsheh në male, duke pritur momentin e dur. Për 5 muaj, osmanët shkatëronin fshatrat dhe kërkonin ushtrinë shqiptare, por nuk e gjenin dot. Disa mendonin se Skënderbeu ishte arracisur, por ai po përgatitej për goditjen më të madhe. Një mëngjes gushti, mjegulla i dendur mbulonte fushën e Albulenës. Osmanët ishin të lodhur, të shpërqendruar dhe pa kujdes. Pikërisht atëherë, nga pyet, ushtarët shqiptar shpërthyen si rufeja. Për Arbërinë, për lirinë, u shtonin zërat e tyre. Skënderbeu mbi kalin e bardhë, me shpatën në dorë, u thithte betejën. Sulmi ishte aq i befasishëm dhe i fuqishëm, sa që ushtria osmane u përfshi nga paniku. Brenda pak orësh, radhët e tyre u shpartalluan. Fushën e mbuloi pluhuri, tymi dhe britmat e betejës. Kur dielli perëndoi atë ditë, fitoria ishte e plotë. Mbi 30.000 osman mbetën të vrarë ose të zënë rob, ndërsa Skënderbeu fitoi një nga betejat më të lavdishme të historisë sonë. Populli e priti me lot gëzimi dhe me thirrje rrof shpërjet o Skënderbe. Beteja e Albulenës nuk ishte thjesht një fitore ushtarake. Ishte një dëshmi se një komb i vogël, kur ka besim dhe bashkim, mund të mposhtë çdo perandori.